Rruga nacionale Ura e Qerenecit Ura e Topojanit që përfshin fshatrat e njësisë Shupens në bashkinë e Bulqizës po shkon drejt degradimit. Ky segment rrugor sa herë që ka rresh qeshiu dëmtohet duke shfaqur gropa të shumta. Edhe pse firma mirëmbajtëse ndërhyn her pas here për mbushjen e gropave me asfalt apo zhavor, problematika rikthehet sërish duke e bërë këtë aks të rrezikshëm për qarkullim. Tjetër problemi i kësaj rruge është vërshimi i ujrave të zeza e të bardha në Karrexhat, duke u bërë problem për banorët e lagjes që përshkron aksin. Një nga banorët e zonës thotë se ka më shumë se 12 muaj që uji vërshon kështu në rrugë, duke fajsuar firmën mirëmbajtëse për mos ndërhyrje. Por kjo e fundit fajin e hedh tek njëra nga familje që përshkon ky aks që sipas saj ka bllokuar rrjetin e kanalizimit. Shumë problem, edhe këtu ka të bëjë mirëmbajtja. Derisa mirëmbajtja s'ka mundër, herë nuk kishoj mirëmbajtje mahmi. Ky ujë sa herë, sa verdi më që shtu është. Se derisa s'pastrohen kanalet, Me që rruga e armit e kthej sfratin anim krah tjetër këtu. Kjo rrugë fshatra, që lidh fshatrat, edhe on shlon masdore. Banorët do i derdhin ujrat e zeza në vijnë kryesore. Burim infeksione, burim spunjesh e burim. Thomi na nuk na prodhohen kopshnit, që në ato zarzabatet. S'prodhohen ato, se si ti s'përkasish me lloj ujrash. Pa tjetër që duhet borin mosa. Na i thëra, lagu se do të rruj nesër apo pas nesër. Se kur për mërët mosa, mirëmbajtja më i ka gjitha ata, se është lanë masdore rruga, është lanë masdore kanalet, një lanë masdore gjitha. Sipas banorëve, përzierja e ujit të vaditjes me ujrat e zeza po ndot mjedisin dhe dëmton prodhimet buqësore në zonë. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe të qëndrueshme për këtë segment rrugor, që është jetik për lëvizjen dhe ekonominë e tyre.